Territori shqiptar për datën 12 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, me mot të kthjellët dhe temperatura relativisht të buta për periudhën. Paraditja do të paraqitet me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në jugperëndim dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të ngjitet deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare her pas here arrin deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 12 nëntor pritet të jetë i moderuar nga 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 12 nëntor 2025 do të jetë në orën 6:18, ndërsa perëndimi në orën 16:31. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 17 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan 11 deri në 18 gradë Celsius. Berat 11 deri në 17 gradë Celsius. Korç 4 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë 12 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 19 gradë Celsius.